Ndjeshmëria është e tmerrshme Afrodita. Është e tmerrshme për vetë faktin që dhe në pak sa është e vështirë kur ti nuk mund të shkosh aty, të arrish e të marrësh edhe atë rrëfimin e palës tjetër. Po krahas kësaj nga fillimi, nga i momenti i parë ta dëgjosh atë shpërthim, është një tmerr i vërtet. Nuk është shpërthim i fishek zjarës. Është shpërthim i granatimeve edhe artillerisë që i bie nga më të rëndat që mund shihen. Ose i bie shpërthim i bombardimeve të aeroplanëve, të cilat shumë kush në Kosovë i ka përjetuar gjatë viteve 1998 e 1999 dhe them drejtën është diçka jashta asaj çfarë mund ta imagjinojmë ne në jetën tonë. Jashta asaj çfarë përjetojmë në Evropë dhe kemi të bëjmë me një konflikt, me një luftë, në fakt, me luftë që ka sjellë 70.000 viktima dhe unë shpreh keqardhje Afrodita për secilën viktimë të çfarëdo etnie, religioni qoftë palestinez, qoftë izraelit, qoftë përfaqësuesi ndonjë etnie tjetër ose ndër religione, se s'po e quaj kështu sekte, për cilat opinioni publik në Kosovë nuk i ka shumë të njohur. Nuk e din çka janë druz si nënbesim islam, ose nuk e kupton pse beduinët i referohen shtetit të Izraelit dhe funksionojnë në kuadër të ushtrisë. Ata e quajnë IDF, që i bie forcave mbrojtëse të Izraelit, por